Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek ajo çka po ndodh tashmë në Zvërnec, ku kryeministri shqiptar Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social X ka reaguar sërish lidhur me projektin dhe protestën për Zvërnecin. Rama ka theksuar se nuk ka ende një projekt gati pasi po punohet për të në pesta studiot. Ai theksoi ndërkaq se kur projekti të jetë gati do ta paraqesin publikisht, por nga ana tjetër ai shtoi se projekti përfaqëson një investim historik, pra 4 miliardë euro. Dhe Rama ndër tjera ka shkruar se vërtet vonon, por nuk harron dhe gënjeshtrat kanë filluar tashmë të pengohen në këmbët e tyre të shkurtra. Kam të ftuar ditën e sotme për të folur pikërisht për atë çka po ndodh tashmë në Zvërnec, zotin Osman Stafa. Ju përshëndes kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit. Ju përshëndes juve edhe teleshikuesit tuaj. Ju falenderoj shumë. Zoti Stafa, atëherë për ta nisur fillimisht do nis me pamjet e publikuara, të cilat ashtu si e dim dhe kemi parë kanë shkaktuar tronditje të forta në opinionin publik pasi tregojnë qytetarët të cilët përplasen fizikisht me punonjës privat, ndërsa forcat shtetërore ndodhen sigurisht në vend ngjarje. Ju fillimisht vetë zoti Stafa, si e keni parë të gjitha ato çka po ndodh tashmë në Zvërnec, si e komentoni? Atëherë, në këtë bashkëbisedim unë kam dëshirë të jem shumë i qartë dhe i drejtë për drejtë. Patjetër. Sepse për hir të vërtetës, qartësia dhe e drejta duke komunikuar me opinionin na ka çuar në këtë lloj situate ku ndodhemi për momentin. Kam parë pamjet se si janë trajtuar protestuesit nga policia private. Unë nuk duhet të shkoj për momentin tek pamjet që kemi parë në video që janë të pafalshme për një shtet ligjor, por duhet të shkoj tek arsyet pse arritëm në këtë lloj pike, sepse ne po zgjidhem arsyet pse arritëm në këtë lloj pike, ne do të jemi të vështirë në gjykimin ton, edhe në këtë lloj bashkëbisedimi. Raman, po ta shikojmë Raman në kohezionin e tij si kryeministri i shqiptarëve nga 2013 deri më sot, gjithçka e vesh me mister. E vesh me mister, sepse për të fshehur ndoshta qëllimet e tij jo të sinqerta përballë shqiptarëve, edhe përballë bazës ligjore. Mu më duket ajo lloj ngjarje sikur është e organizuar, edhe jo pak herë në fjalë kur e kam analizuar arsyen pse ndodhi ajo lloj përplasje në Zvërnec, më ngjan me diçka që një politikan i famshëm anglez ka thonë që në politik asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastishme. U prodhua një dhunë e paprecedent nga forcat e sigurisë dhe ndodhi pastaj një reagim i shoqërisë. Unë do të kisha dëshirë me fjalë të ndajmë në pjesë këto lloj elementesh për të qenë më të qartë dhe më të drejtë për drejtë. E para me fjalë unë habitem dhe i drejtohem drejt për drejt kryeministrit, pushtetit vendor të Vlorës, si ka mundësi kur një projekt akoma i pamiratuar, pra ku është pjesë e një studimi, sipas deklarimeve të kryeministrit, të rrethohet me tela me gjemba. A mos ishte kjo një arsye për të tërhequr vëmendjen e banorëve për të prodhuar një incident të tillë? Sepse për hir të vërtetës ka diçka në opinionin publik shqiptar nga dhjetori, janari dhe deri më sot vlojnë ngjarje të jashtëzakonshme të korrupsionit. Dhe për të tërhequr vëmendjen nga korrupsioni, sepse pjesë e këtyre dosjeve nuk është më Belinda, ka kaluar përtej Belindës. Dhe po të shikosh 70 ditët e fundit, nuk po diskuton më kush as për Belindën, as për Akshin, as për Akshin e ri që Rama po fantazon, por është përqendruar tërë vëmendja tek Zvërneci. Pra, u rrethua me tele me gjemba, u stis një foto me një flamur të Izraelit, që nuk ishte e vërtet, paktën nga informacionet që kam dhe nga vëzhgimi i kujdesshëm që i kam bërë, pra do të thotë që këtu po luhet. Dhe i rikthejmë përsëri asaj që thash që në politik asgjë nuk ndodh në mënyrë të rastësishme. Dhe siç duket ky lloj incidenti, kjo lloj dhune e pa precedent, ishte e organizuar me shumë kujdes për të prodhuar këtë reagim qytetar. Dhe ja ku jemi sot përballë një fakti, ku shqiptarët po reagojnë fuqishëm sipas medjave kundra një investimi të tillë. Ne duhet të jemi të qartë, shqiptarët apo qytetarët shqiptarë nuk po reagojnë kundra investimit. Dhe unë që po bashkëbisedoj me ju, unë jam pro investimit, çdo investim që vjen në Shqipëri, unë jam pro këtij investimi. Unë jam kundra asaj mistikes, asaj misteret, atij misteret në cilin
e vesh Arama me çdo kusht. Dhe protesta e këtyre 2 ditëve, ku në rastin t'i përshëndes të rinj shqiptar që po reagojnë, më ngjan me një dinamik dhe një organizim të tillë si protestat kimike. Dhe unë, për hir të vërtetës, nuk jam i shqetësuar për protestën. Unë jam i shqetësuar çfarë po ndodh dhe kush është qëllimi real i atyre që janë në prapasken që po organizojnë protestën. Dhe kam frikë. Kush e ka organizuar protestën sipas jush, zoti Stafa? Ti marrim me radhë gjërat, sepse unë kam qenë pjesë e protestës, dhe mbrëm kam qenë pjesë e protestës, dhe fëmijët e mi kanë qenë pjesë e protestës. Për një arsye, sepse pjesëmarrja ka qenë produkt i dhunës u ushtruar nga pushteti. Tash i parë se me ardhë se kush po organizon, unë kam dëshirë mi fjalë të rikthejmë përsëri ngjarjeve të ndodhura në Zvërnec. Unë bën një pyetje shumë të thjeshtë. Kur vendos ai gardh? Sepse aty ishte bën një investim që për hir të vërtetës ai rrethim nuk është bërë natën, ajo është bërë mes ditës, në kujdesin e policisë dhe të pushtetit vendor. Dhe si ka mundësi mi fjalë që policia dhe pushteti vendor nuk pasin patur informacion dhe dieni, sepse policia dhe pushteti vendor sot kanë informacion për një ndrim çatije, i thyet komshiut një tjegull dhe policia merr vesh që komshiu po riparon tjegullën. Dhe policia Vlorës dhe pushteti vendor nuk paskin patur informacion se çfarë po ndodh aty, ato e kanë lënë në mënyrë të qëllimshme për të ndodhur një reagim i tillë, për të hyrë ai banori me një pasaportë greke dhe për t'i dhënë ngjyra. Dhe na del kryeministri dhe fillon edhe na këndon si bilbil, duke i dhënë pra protestës, duke i dhënë ngjyra që po te kalon jo për myslimanët, jo mediat greke. Kryeministri është kryeministri shqiptarëve. Është përgjegjësi drejt për drejt e tij se çfarë ndodh. Nëse ka sukses, i shtrëngojmë dorën, nëse ka dështime të mbaj përgjegjësi. Por mënyra e veshjes me mister të gjithçkaje tregon me fjalë që qëllimet e tij nuk janë të sinqerta. Dhe unë me çfarë po shoh sot, duke analizuar me kujdes çdo element të protestës edhe kërkesat e protestës, unë kam frikë dhe jam i bindur që vetë zoti Rama nuk e don këtë lloj projekti, por i vën përballë disa, sepse ka diçka. Të vinë në Shqipëri 4 miliard euro është një risi për ekonominë dhe për tregun për industrinë e turizmit në Shqipëri. Unë pas të jem kryetari i Partisë Demokratike, unë jam qytetari i këtij vendi. Unë pas të jem kryetari i Partisë Demokratike, unë e deklaroj publikisht me fjalë që unë dua më shumë Shqipërinë se sa partinë, sepse pa Shqipëri s'ka parti. Unë jam i qartë tek vendimet dhe qëndrimet e mi. Unë jam qytetari i këtij vendi dhe unë e dua Shqipërinë. Një nga arsyet që s'jam larguar nga Shqipëria është sepse unë e dua Durrësin si qytetin tim, por dhe Shqipërinë. Dhe unë prandaj themi fjalë që kjo veshja me mister e gjithçkaje duket sikur është e organizuar. Dhe tani Rama për hir të vërtetës ja ka arritur qëllimin sepse 10 ditë shqiptarët dhe po të shohësh rrjetet sociale askush nuk merret as me Akshin, as me Ballukun, as me portin e Durrësit dhe me gjithçka tjetër. Askush nuk merret me fjalë sepse çfarë ndodhi në juglindjen e Shqipërisë para 3 muajsh kur u shembën të gjitha investim, çfarë ndodhi tek Unaza Borrelit etj. Për dhe të gjithë jemi përqendruar Zvërneci dhe protesta. Tash i vim tek elementet kryesorë e kësaj proteste dhe kush ose çfarë mund të ndodhë. Më fal. Pra, unë kam marrë pjesë në protestë për të analizuar çfarë po ndodh, kush është qëllimi i kësaj proteste. Reagimi i rinisë më ka dhënë një shpresë. Reagimin e rinisë. Por unë duhet të jem shumë i kujdesshëm sepse kam frikë se kjo protestë po do të manipulohet, po nga pushteti, duke i dhënë ngjyra, sepse po të shikosh sot rrjetet sociale apo mediat kryesore, ja po na nxjerrin gjë sikur po na vjen dhe autobus nga Greqia. Unë kam qenë atë protestë. Aty s'ka pjesëmarrës nga Greqia. Edhe po me anë, qofse janë shqiptar, mund të jenë shqiptar që lidhen me pronat, sepse vjedhja e pronës në Shqipëri nuk ka ndodhur si them me incidentin e Zvërnecit. Kjo ka qenë 2013-ën. Arsyet me fjalë sepse jo pak herë ne bashkë kemi diskutuar çfarë më shqetëson mua përballë kësaj shoqërie. Dhe unë jo pak herë kam thënë me fjalë që kësaj shoqërie ka vdekur nervi i reagimit. Ne reagojmë për një gol të anulluar dhe nuk reagojmë kur goditet me ligj familja shqiptare. Kjo është një problem i madh i shoqërisë shqiptare. Dhe mënyra se si e ka menaxhuar pushtetin e Rama dhe mënyra se si me fjalë çdo institucion i tij
e ka kapur shoqërinë shqiptare duke e varfruar edhe mbi 40, apo sot shifrat e varfërisë kanë kaluar nivelin mbi 40%, 50%. Pra kjo tregon me fjalë që pushteti në mënyrë kapilare ka kapur çdo qelizë të shoqërisë. Dhe ndaj jemi në këtë lloj pike. Dhe reagimi kësaj i këtyre të rinjve, unë i them të rinjve, më jep një shpresë, por kam frikë sepse nëpërmjet medias, forcës së pushtetit dhe blerës së individe, ajo protest do ta devijojë qëllimin e saj, sepse po të analizosh me kujdes, akoma protesta nuk e kanë nxjerrë kush është qëllimi kryesor i protestës. Sepse duke qenë pjesë e protestës, pra dje nuk ishte në mënyrë të përsëritur, por partije, Rama në burg, Berisha në burg. Por unë jam plotësisht dakord që të veproj ligji, më dëgjoni me kujdes. Edhe si kryetari i Partisë Demokratike, kush ka shkelur ligjin nga Partia Demokratike, duhet të ndërshkohet përballë ligjit. Por ka një të vërtet, ka 14 që opozita nuk është në pushtet. Opozitën mund të akuzosh për pa aftësinë e saj. Dhe këtu duhet jemi të kujdesshëm sepse dimi fjalë se çfarë dhune është ushtruar nga 14 vjeç ndaj opozitës, por sot ky bashkëbisedim është për situatën aktuale, për Zvërnecin dhe për protestën. Dhe unë shikoj që kjo protestë, pra pavarësisht nga pjesëmarrja masive, jep një shpresë. Dhe ka dhe diçka tjetër, po të analizojmë elementet. Rinia për hir të vërtetës duhet të ketë kurajon të përballet. Unë do të kisha dëshirë dhe sinqerisht po them fjalë që kjo protest të rriste kërkesat e saj. U kënaqja mbrëm sepse Rama jep dorëheqjen. Do thotë që shoqëria shqiptare po artikulon që problemi kryesor sot çfarë po ndodh është sepse kryeministri në mungesë të transparencës po e vesh gjithçka me mistike, me mister, çdo gjithçka. Unë e kuptoj etjen e tij. Nuk kam dëshirë të them për një sharlatani, sepse jo pak herë e jep e vesh vetën me një kostum të tillë. Po unë shoh një fjalë që për gjithçka që mund të ketë efekt në ekonomi, sepse duhet jemi edhe të qartë, një investim i tillë për 4 miliard eurosh në Shqipëri do të ketë impaktin e tij në industrinë e turizmit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Dhe unë jam i bindur që një investim i tillë për 4 miliard eurosh në Shqipëri nuk duhet trokitet nga klasa politike greke, as nga industria e biznesit, nga industria e turizmit në Greqi. Andaj unë themi fjalë që unë kam frikë se Rama nëpërmjet kësaj sjellje, nga mënyra se si po e menaxhon dhe reagimin e qytetarëve, kam frikë se do të është kundër këtij investimi. Nuk mjaftohet sepse ku ishte policia që ndodhi ajo dhunë dhe hiqet drejtori i policisë. Si ka mundësi me fjalë që gjithmonë pas ngjarjeve ne kapim gjejmë viktimën. Nuk ka kuptim kjo punë. Është të bëhet gjithaj rrethim me tela, me gjemba. Kur ndodhi, si ndodhi? Mos e sollën UFO-t?